me forcën më të madhe, praktikën lobiste mafioze të Edi Rams në procesin e integrimit. Hermetizmin e turpshëm, sigur ky është një proces i ti, familjes ti dhe banditëve rreth ti, dhe jo qytetarëve shqiptar. Për ta shpjeguar më qartë, u them qytetarëve ta dinë se nga fillimi i muajit mars deri sot, për procesin e integrimit të Shqipërisë janë organizuar në Bruksel një seri takimesh dhe mbledhjesh. Një seri takimesh dhe mbledhjesh. Të gjitha të mbajtura fshehuras nga qeveria, ndonë se përfaqësuesi i saj ka qenë aty. Të gjitha të mbajtura fshehur ndaj opozitës, të mbajtura fshehur ndaj qytetarëve. Në të gjitha, pa përjashtim, është debatuar gjithësisht për shkarjen e rënë mbrapa, për aferën Balluku, Akshi dhe afera të tjera. Kjo është e vërteta. Në të gjitha këto takime, nuk është arritur ujdia apo konsensusi që të kaloj raporti i barë, një raport i ndërmjem, jo përfundimtar, largës që janë i përfundimtar, por një raport i ndërmjem i vlerësimit të atyre që quhen themelore në proces. Jo, po këto nuk mund të thuhen shqiptarve. Nuk mund të thuhen, u mbahen sekret. Pa çka se ka të bëjë direkt me ta. Shqiptarve nuk u thuhet se në 16 gjertani të ati institucioni që vlerëson pikërisht e raport, kërkesat ndaj Shqipërisë kanë ardhur në rritje dhe nuk është votuar, nuk është rënë dakord të votohet. Raporti që u votua për Malin e Zi që në fillim të marsit, të dyja ishin në tjetën të mbledhje. Shqiptarëve u fshihet nga qeveria dhe lobistët e saj të korruptuar. Fakti se vendet anëtare kundërshtuese të votimit raportit erdhën gjithnjë duke u shtuar. Shqiptarëve ju fshihet fakti se që përbën një zhvillim pozitiv për mua, presidenca ndryshoi raportin dhe kërkesat pikërisht për të përshtatur me kërkesat që paraqiten vendet anëtare ndaj Shqipërisë.